Ja dhe gjeva me preshën. E ben. Unë e kam qef ta këshu me kërshit. Nuk do ta hamu me gjithate. Se të sa ta provoj. Sa me madh i bëhet në keqe. Edhe pa mish ta bësh këtë, kjo bëhet super. Buon. Përshëndetje goca, përshëndetje. Kjo është darka ime që unë bëra dje. Kam marrë 3 presha, i kam prerë, si që tregova dje në dark tek një video, që thash do bëj gjithë me presha. Në disa video mua më vjen për të qeshur me juve, unë nuk e di me disa njerëz se ke parasysh me disa veta që komentojnë pa kuptuar të videon, pa kuptuar asnjë gjë dhe komentojnë shumë gjëra që nuk ja vlejnë. Unë këtu e njerëz dashur nuk jam as për të treguar dikujt që unë jam më e mira, këtu kam prerë dhe mishin në copza, as për të treguar që unë jam e zgjuar, as kam dalë që të mësoj juve që duhet të gatuani kështu si shtem unë, ose siç po e bëj unë, se çdo njeri në jetën e tij është i lirë të bëj çfarë të doj. Këtu kam hedhur mishin për të skuqur dhe me pak fjalë doja të thoshem që pse nuk i lini njerëzit e qetë dhe në rrjetet sociale. Çdo njeri që del këtu ja del për veten e saj, nuk del për asnjëri tjetër, ka dalë për një piksunim. Diçka do të arri, po e provon, nuk vetë e mirë, e di vetë se do ta mbylli, do ta mbaj hapur këtë rrjet social që ka hapur. Unë nuk e di ku juve ju peshon dhe ju rëndon kjo gjendja e videove të mia. Dhe nuk e kuptoj për disa veta, po megjithatë këtu kam hequr mishin dhe në të njëjtin digan kam vendosur preshin për të skuqur. Dhe duhet ta kuptoni njerëz të dashur që nuk jemi këtu manikina dhe ju të losni të shkruani çfarë t'ju doj shefi. Unë besoj se dhe ju keni një familje, edhe nuk besoj se do t'ju pëlqej që dikush tjetër të vijë dhe të shaj ty, ke parasysh pa motiv. Është e njëjta gjë të vi unë dhe t'ju shaj juve. Siç e shikoni, kam bashkuar mishin dhe preshin bashkë, kam shtuar